Kryetari i Bashkisë së Tropojës, Rexhi Byberi, zhvilloi një vizitë pune në Spitalin Bashkiak të Tropojës, ku u njoh nga afër me gjendjen aktuale të institucionit dhe me përmirësimet të bëra gjatë 2 viteve të fundit. Gjatë takimit me drejtorin e spitalit, stafin drejtues, mjekët, infermierët dhe punonësit mbështetës, kryebashkiaku Byberi vlerësoi përkushtimin e personelit mjekësor për ofrimin e një shërbimi cilësor dhe në përmirësim të vazhdueshëm. Ai theksoi se në këtë periudhë janë bërë ndryshime të dukshme në infrastrukturë dhe në kushtet e punës, duke ndikuar pozitivisht në cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Gjatë Byberi evidentoi edhe nevojat urgjente që ka spitali, veçanërisht për shtimin e mjekëve specialistë në shërbimet e kardiologjisë, reanimacionit, e ORL-s dhe patologjisë. Sipas tij, forcimi i këtyre strukturave do të ishte një hap i rëndësishëm për rritjen e kapaciteteve mjekësore në nivel lokal. Vlen të theksoj se gjatë 2 muajve të fundit, Spitali i Tropojës është pasuruar me mjek të rinj, pediatër dhe pneumolog, gjë që ka ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e shërbimeve për pacientët. Pavarësisht kësaj, Tropoja vijon të përballet me mungesë të mjekëve specialistë, çka i detyron shumë banorë të kërkojnë ndihmë mjekësore në qytetin e afërt të Gjakovës. Drejtoria e spitalit ka paraqitur shpeshherë kërkesa në Ministrinë e Shëndetësisë për plotësimin e vakancave në disa specialitete, por ende pa rezultat. Spitali Ibrahim Surrit u shërben rreth 30.000 banorëve të Bashkisë së Tropojës dhe për shkak të mungesës së stafit të ri, një pjesë e shërbimeve vazhdojnë të mbulohen nga mjekë pensionistë.